Një 45 vjeçar ka rënë në prangat e policisë në kuadër të operacioneve të njëpasnjëshme për lokalizimin dhe kapjen e personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar, duke shënuar një tjetër sukses të rëndësishëm në luftën kundër krimit të organizuar. Sipas policisë, mësohet se një natë më parë në Tiranë është vënë në pranga 45 vjeçari Eduard Pano, i njohur dhe me emrin tjetër Genti Beqiri. Ndalimi i tij është bërë në kuadër të operacionit të koduar Operacionalia 37, i organizuar nga Drejtoria e Forcave të Posaçmeve Operacionale në bashkëpunim të ngushtë me FAST Albania dhe Rrjetin Evropian të njësive të kërkimit të arratisurve. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim nga autoritetet italiane dhe sipas tij, gjykata e apelit në Napoli ishte lëshuar një urdhër arresti ndërkombëtar. Beqiri akuzohet nga drejtësia italiane për përfshirjen në një grup kriminal, trafikim të lëndëve narkotike dhe falsifikim dokumentash, akuza këto që parashikohen dhe dënohen nga legjislacioni penal italian. Operacioni u realizua mbi bazën e informacioneve të siguruara nga inteligjenca policore dhe bashkëpunimi i ngushtë ndërkombëtar mes Interpol Tiranës dhe Interpol Romës. Aktualisht, strukturat përkatëse janë duke punuar për përfundimin e procedurave të nevojshme ligjore në funksion të ekstradimit të 45 vjeçarit drejt Italisë, ku ai do të përballet me drejtësinë.